Përshëndetje, një lajm pozitiv. Sot po e nis me çfarë? Kjo është deklarata e mjekut të shtëpisë bardhë mbi gjendjen e shëndetit të presidentit Trump. Pra, duke marrë shkas nga kjo deklaratë, sot dua të falenderoj presidentin Trump, jo si politikan, por për gënjeshtrimin që i bëri vetë realitetit të mpashëm. Një shembull i thjesht, por me shumë kuptim. Çfarë do të thotë? Është paradoksale që në një vend si Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku shkenca dhe teknologjia kanë arritur kulmin, kanë dhënë aq shumë për njerëzimin, dy figurat më të larta shtetërore, presidenti i Shtetit Bashkuara dhe ministri i shëndetësisë së Shtetit Bashkuara Kennedy, kanë qenë dy personat më skeptik për sa i përket përdorimit të vaksinave dhe sidomos vaksinës të COVID-19. Nga deklarata që ju pat, bëhet fjalë për gjendjen shëndetësore të presidentit Trump, ku një grup ekspertësh multidisciplinor, akademik dhe klinicist kanë vlerësuar shëndetin e presidentit Trump në një spital ushtarak, ku tregojnë gjendjen e shëndetit të tij dhe duke pasur parasysh dhe faktin e udhëtimeve që presidenti Trump do të ndërmerte, krahas shëndetit të mirë që ai gëzon, bëri dhe një parandalim, si mund thuash, ajo që mjekësia ka si qëllim, duke u vaksinuar me vaksinën kundër gripit të këtij viti, por mbi të gjitha për forcimin me booster ose me vaksinën anti-Covid. Vaksinën anti-Covid-19. Pra vetë presidenti Trump u vaksinua dhe deklarata për shtypje tregon më së miri, sepse është një dokument zyrtar i shtëpisë bardhë. Kështu që për herë të parë ai nuk foli si politikan, por veproi si qytetar dhe si pacient. Sepse kur përballemi me shëndetin, drejtojmë tek mjekësia, tek shkenca mjekësore, dhe shkenca ka treguar që ka fituar në çdo moment, edhe kur janë djegur në tufën e zjarrit, shkencëtarët nuk kanë pranuar të thonë jo të vërtetën. Shkenca nuk është çështje ideologjie, është mburoja jone e përbashkët. Prandaj ky është mesazhi i sotëm, të mos e politizojmë shëndetin, sepse është pasuria më e madhe që kemi. Faleminderit presidentit Trump për këtë deklaratë, për miliona e miliarda njerëz që varen nga një fjalë nga persona si ju për sa i përket shëndetit. Ky ishte shembulli më i mirë. Edhe një herë faleminderit